One take 11. 50 kilometra larg antikitetit të Butrintit, 2 ekrane të mëdha do të sillin kineman lëvizse për turistët që kanë zgjedhur të shijojnë jugun e Shqipërisë. Këtë fundjavë Dea Film Festival nis rrugtimin për të shfaqur më shumë se 100 produksione kinematografike në Sarandë dhe Gjirokastër, 2 qytete që për 25 vite e vuajnë mungesën e kinemave. Kina Aste, producent nga e gjithë bota, janë ftuar të marrin pjesë në këtë event, jo vetëm për të njohur me filmat shqiptar apo për të prezantuar prodhimet e tyre, por edhe për të njohur më shumë qytetin e Gurt, në kalanet të cilit do të instalohet ekrani i madh. Peizazhi shumë i mirë i Sarandës, me gjithë pjesën që kemi prishur ne me betonin, dhe kultura e Gjirokastës. Gjirokastra është qyteti i UNESCO-s dhe nuk besoj se ka mishin më të mirë, dhe ndërthurje më të mirë për t'i ofruar ne gjithçka çka kemi më të mirë kinasëve tuaj për t'i bërë ata të interesuar për të ardhur. Për 7 ditë me radhë, turistët apo banorët vendas do të mund të njihen me prodhimet e reja kinematografike të përzgjedhura nga vetë Edi Topi, organizatori i këtij eventi. Pjesa më e madhe janë filma të shkurtër, po kishte edhe mbi 100 filma të gjatë. Stafi i festivalit ka zgjedhur 9 filma të gjatë, bashkë me një special screening, si shtohet sot, ose me një shfaqje speciale të një filmi të Isa Qosës, që është filmi më i suksesshëm i viteve të fundit në Kosovë, dhe nuk është parë shumë në Shqipëri, nuk ka bërë xhiro në kinemas, si dhe 9 filma tjerë të kompeticionit, nga cilët filma shumë mirë, siç janë 2 filma gjermanë nga më të mira. Ky është edicioni i dytë i këtij festivali filmi që pritet të kthehet në një traditë jo vetëm në Sarandë dhe Gjirokastër, por edhe në qytete të tjera ku mungojnë kinemat. Në qoftë se ndrruesi